Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka kërkuar Kuvendit autorizim për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është marrë pandehur në kuadër të hetimeve për shkelje të barazisë në tendera të rëndësishëm infrastrukturore. Sipas letrës së dërguar kryesisë së Kuvendit, Balluku është në hetim për procedurat e tenderimit për tunelin e Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Hetimi i Spakut nuk kufizohet vetëm tek këto dy tendera. Prokuroria njofton se Balluku po hetohet edhe për 7 procedura të tjera të prokurimit publik që lidhen me projektin e Unazës së Madhe, duke përfshirë lotët 1, 2, 4, 5, 6 dhe 7. Sipas Spakut, autorizimi për heqjen e imunitetit kërkohet për të vijuar procedimin ligjor dhe për të siguruar zbatimin e parimeve të barazisë dhe transparencës në prokurime, pa dhënë detaje nëse do të kërkohet ndonjë masë më e ashpër sigurie ndaj zëvendës kryeministres. Ky rast vjen në një periudhë ku kontrollet dhe hetimet për tendera të rëndësishëm publik kanë marrë një vëmendje të veçantë, duke ngritur pyetje me menaxhimin e projekteve strategjike dhe rolin e zyrtarëve të lartë në proceset e prokurimit. Autoritetet ligjzbatuese theksojnë rëndësinë e vijimit të procedurave sipas ligjit për të garantuar barazinë mes kompanive pjesëmarrëse dhe për të parandaluar çdo favorizim të mundshëm.